Luk Mllugja, me një karrierë artistike rreth 15 vjeçare, pedagog i kantos në Shkollën e Mesme Artistike Prenk Jakova në Shkodër, shpreh shqetësimin për dëmin që po i bëjnë këngës dhe muzikës të disa ashtu quajtur këngëtarë dhe instrumentistë. Ai thotë se institucionet në aktivitetet e tyre nuk duhet i hapin rrugë kësaj kategorie. Më shqetëson shumë. E para më shqetëson sepse kur kjo gjë përhapet në këtë mënyrë që është i fije pa drejt, por ka dhe i problem. Mënej masa nuk vlerëson cila është ma mira. Këtë e vlerësojnë profesionistat, institucionet, por e vlerësojnë ata që kanë dorë edhe jetën tonë, sepse ne jetojmë me një rrogë që ne jep shteti, ose me një mbështetje që ne japin institucionet. Nëse ne lejojmë e lamë këtë qameço, do të thotë që ai artisti që punon tanë jetën, e që merret tanë jetën, e tanë ditën, thënë kryt për me bë art, ai nuk vlerësohet, edhe vlerësohet dikush që s'ka, ai nuk ban art në vërtet, por vlerësohet ai. Pra kjo puna dasmave që po thonë ju. Atëherë që ndodh që nesër do të fitojnë ai. Kështu që arti ka një ramje, e zhgënjim, e nuk ka gjë më të keqe se mu zhgënjy artisti. Mllugja thekson se institucionet artistike si shkollat e muzikës apo të tjera duhet të mbështeten më shumë me investime për të ecur përpara. Në një farë mënyrë edhe ne punojmë në disa ambiente që kena qef me promovu njerëz, me promovu të reja, po e vërtet, por institucionet duhet mbështeten. Institucionet do të mbështeten, pra na jena një institucion që i thënë shkolla muzikës. Unë jam muzikant, unë punoj me një piano në klasë. Pra, unë në klasë, nëse ti vjenë më dhura një top futbolit, nuk ta di për nërë. Po nëse vjenë më dhura një piano, më ke ba nërë, sepse ajo më duhet mu. Ndërkohë, Mllugja kujton se edhe qytetarët duhet të jenë më të vëmendshëm në përzgjedhjen e këngëtarëve dhe instrumentistëve për evente që organizojnë dhe jo të ftojnë njerëz që nuk kanë lidhje me këngën dhe muzikën e mirëfillt. Mesazh kam sepse ato duhet ju drejtohen njerëzve me i farë që e kanë një farë kompetencet, kredibilitetit, do më thënë një farë përgatitjet. Jo pse kam pa një orkestër atje dhe më duket se kjo është e mirë, ishte dashtë. Por me u kontrollu kjo nuk ka qenë lehtë. Unë them që ajo institucionale duhet me funksionu mirë, duhet me kenë rregull. Atëherë kanë me fillu mu vu gjanat për vi. Luk Mllugja, bas bariton, është ndër këngëtarët profesionistë më të njohur të Shkodrës dhe jo vetëm.